Horoskopi ditor, 9 janar 2026, dashi, sot ose nesër mund të përjetosh një moment kthes, një ndriçim të brendshëm që lidhet me karrierën ose jetën familjare. Dielli, Afrodita dhe Marsi përballë Jupiterit sjellin lëvizje të forta emocionale dhe mendore. Nëse ke ndjesinë e shqetësimit apo pakënaqësisë, kjo vjen sepse ke marrë përsipër më shumë se sa duhet, kur përpiqesh të japësh maksimumin si në punë, ashtu edhe në jetën personale, dikush ose diçka fillon të paguajë çmimin. Edhe kur bën gjëra që i do, tejkalimi i kufive lodh shpirtin. Tani e kupton qartë se shumë mbetet shumë, ti kërkon më shumë kuptim dhe kënaqësi nga ajo që bën, dhe kjo dëshirë është e drejtë. Por mos u nxito të kërkosh zgjidhje të shpejta apo ekstreme. Më mirë ndalu, rregullo ritmin, shkurto tepricat dhe rishiko planet që kanë dalë jashtë kontrollit. Balanca është çelësi. Kur e menaxhon jetën me mas, e shijon më thellë çdo arritje. Jepi vetes kohë për të parë më qartë. Tani je në formën më të mirë kur punon me pasion dhe kur ajo që bën ka kuptim për ty. Demi, këtë periudhë ke një oreks më të madh se zakonisht për projekte, ide dhe angazhime të reja. Jupiteri të shtyn të mësosh më shumë, të komunikosh më shumë dhe të përfshihesh në gjithçka që të ngjall interes. Problemi është se tavolina jote është mbushur tej mase, me përballjen e Afroditës, Diellit dhe Marsit me Jupiterin, vjen një moment kthes. E kupton se pa kufi, edhe gjërat e mira kthehen në barë. Është koha të vendosësh limite, jo vetëm me të tjerët, por edhe me veten. Nëse planet afatgjata nuk po ecin siç i kishe menduar, mos u shgënje. Thjesht do të thotë se pritshmëritë duhet të përputhen me kohën dhe energjinë reale që ke në dispozicion. Edhe konsumimi i tepërt i informacionit, lajmeve apo bisedave po të lodh mendërisht. Tani e ndjen qartë nevojën për t'u tërhequr pak, kur e shtrin veten përtej masës, kënaqësia humbet. Edhe argëtimi pushon së qeni argëtim kur shndërrohet në stres. Shumë mbetet shumë, edhe kur të pëlqen ajo që bën, bëhu i vetëdijshëm për impulset e momentit. Kërkimi për përvoja të pazakonta mund të çojë drejt kënaqësive boshe ose materiale që nuk të ushqejnë vërtet. Nuk është dita ideale për vendime të mëdha, por është shumë e mirë për të hapur mendjen, për të parë mundësi të reja dhe për të rregulluar drejtimin pa nxitim. Binjakët, sot dhe nesër mund të ndihesh njëkohësisht i engazëlluar dhe i pasigurt. Mendja është aktive, idetë vijnë shpejt, por pavendosmëria krijon shqetësim të brendshëm. Është një periudhë e mirë për të ushtruar mendjen dhe për të ndjerë më shumë energji, por jo për vendime të nxituara. Para se të shpenzosh, të reagosh apo të kënaqesh një dëshirë të momentit, mendo çfarë është vërtet e dobishme për ty në planin afatgjat. Luhatesh mes nevojës për më shumë afërsi emocionale dhe dëshirës për t'i bërë gjërat vetëm, pa u varur nga askush. Kjo të tregon se balanca është thelbësore tani. Në disa fusha ke shkuar shumë larg ose ke ushtruar presion mbi veten. Teprimi është i lehtë. Në shpenzime, ushqim, kënaqësi dhe madje në dashuri, mund të ndjesh peshën e pritshmërive të tjerëve, ndërsa njëkohësisht i kërkon shumë edhe vetes. Në marrëdhënie mund të dalin në pak çështje kontrolli, xhelozie ose kush jep më shumë. Nëse ke egzageruar, qoftë duke u përfshirë tepër në interesa personale apo duke u sakrifikuar për të tjerët, tani je gati ta kthesh ekuilibrin. Kjo është një kohë e mirë për të kuptuar se lumturia jote rritet më shumë kur përqendrohesh te qëllimet dhe vlerat e tua personale, jo te pamja e jashtme e suksesit apo krahasimi me të tjerët. Thjeshtësia dhe vetëdija do të sjellin më shumë qetësi se sa teprimi. Gaforia, sot dhe nesër energjia jote është e lartë, por jo e qëndrueshme. Entuziazmi vjen shpejt, por po aq shpejt mund të lëkundet. Ndikimet planetare të shtyn të ndihesh më i hapur, më emocional dhe më reagues se zakonisht. Megjithatë, nuk është momenti për premtime të mëdha apo fjalë të tepërta, sepse brenda teje ka ende paqartësi rreth asaj që të duhet vërtet. Emocionet, takimet dhe lidhjet shoqërore duken më intensive se zakonisht. Në një marrëdhënie mund të krijohet një tërheqje, shtytje, ku bëhet e paqartë kush dëshiron çfarë.
Reagimi ose rezistenca nga të tjerët mund të hapë sytë dhe të tregojë se diçka duhet ndryshuar. Motivimi dhe dëshira për veprim mund të kenë luhatje, por kjo nuk është humbje kohe. Përmes këtyre ulje ngritjeve, ti zbulon mënyra të reja për të shprehur veten dhe për të rregulluar planet në mënyrë më realiste. Mund të shtrihesh pak përtej kufive të zakonshëm, por mos injoro limitet e tua, përndryshe lodhja dhe shpërthimi janë të afërta, ndihesh më i pavarur, por të shohësh veten përmes syve të një partneri ose personi të afërt të ndihmon të kuptosh veten më thellë. Sot bëhet e qartë se diçka në jetën tënde ka shkuar në teprim. Pikërisht sot ke mundësinë ta dallosh dhe ta ulësh në masën e duhur. Luani, sot dhe nesër ndjen një shtysë të fortë për të synuar më lart në punë, shërbime apo përgjegjësi. Ambicia është e shëndetshme, por vetëm nëse mbahet nën kontroll. Rreziku kryesor është teprimi, të marrësh më shumë se ç'duhet ose të provosh të mbulosh problemet duke u zhytur në kënaqësi të shpejta, të cilat vetëm i shtyjnë vështirësitë dhe lënë pas ndjenjë faji. Ndikimet aktuale të bëjnë të kuptosh se je shtrirë më shumë se ç'duhet. Kufit janë të domosdoshëm tani. Mos u mbështet te premtime të mëdha dhe mos investo energji aty ku nuk ka garanci reale. Mund të vijë një moment kthes, nëse ke egzageruar, tani është koha të ndryshosh drejtim. Nëse ke dhënë shumë për të tjerët dhe ke lënë veten pas dore, kjo periudhë të kërkon të rikthesh ekuilibrin. Kompromiset nuk janë dobësi, ato janë zgjuarsi. Përmes përvojave të tanishme kupton sa e rëndësishme është balanca mes punës dhe jetës personale. Kjo është një kohë e fuqishme për ide sipërmarrëse dhe iniciativa të reja, por suksesi vjen vetëm kur vepron me masë, qartësi dhe vetdije. Virgjëresha, sot dhe nesër mund të arrish në një pikë kthese në dashuri, miqësi ose në një projekt krijues. Një lidhje apo angazhim i veçantë mund të marrë hovë, por paralelisht mund të përballesh me një zgjedhje të qartë, të shkëlqesh vetëm apo të ndash punën dhe meritat me të tjerët. Nëse lind konflikt mes angazhimeve shoqërore dhe marrëdhënieve personale apo romantike, zgjidhja është moderimi. Edhe pse ke dëshirë t'i kënaqësh të gjithë, përfshirë veten, tani duhet të ulësh pak ritmin. Nuk mund të shpërndahesh në shumë drejtime pa e dëmtuar diçka, përmes një mosmarrëveshje ose tensioni, dhe ndoshta duke dalë pak nga zona e rehatisë. Arrin në një kuptim më të qartë të situatës. Tundimi për të shtyrë kufit është i fortë, por kjo mund të sjellë egzagerim ose dramë me miq apo partner. Kujdes me fjalët dhe premtimet. Nëse ndihesh disi i shkëputur emocionalisht, kërko mënyra konkrete për të rritur kënaqësinë dhe lidhjen reale. Synimi për diçka më të mirë në dashuri, krijimtari apo mundësi është i drejtë dhe mund të sjellë rezultate të mira, për sa kohë shoqërohet me maturi. Kjo periudhë të ndihmon të zgjerojë horizontet, ndikimin krijues dhe botën emocionale, por me plan dhe ekuilibër. Peshorja, sot dhe nesër ka prirje për teprim, më shumë shpenzime, më shumë angazhime dhe ndjesi mbi ngarkese. Megjithatë, nëse tërhiqesh pak dhe rishikon çfarë ka vërtet rëndësi për ty, mund të arrish rezultate shumë më të mira. Ndonjëherë duhet të shtrihesh më shumë se duhet për ta kuptuar ku qëndron balanca. Familja dhe karriera të tërheqin fort njëkohësisht dhe tani duket sikur duhet të zgjedhësh ose t'i ulësh të dyja. Kujto se mbi vendosja dhe mbi kompensimi nuk i zgjidh problemet, vetëm i shtyn. Ka edhe një konflikt të brendshëm mes dëshirës për siguri dhe ambicies për të synuar më lart, shmang të kërkosh më shumë pa e kuptuar ende burimin e pakënaqësisë. Nëse ke pritur tepër nga një projekt, një nismë apo nga vetja, kjo është koha për ta rikthyer ekuilibrin. Presioni për të arritur shpejt lartësi të mëdha shkon kundër qëllimit kryesor, të ndihesh mirë dhe i qetë me veten. Balanca, jo nxitimi, është ajo që të çon përpara tani. Akrepi, sot dhe nesër vëmendja jote shkon te fushat e jetës ku ke tepruar. Mund të kesh marrë shumë përsipër, sidomos në projekte mendore, ide apo angazhime ku ke dashur të shkëlqesh. Kjo të ka shtyrë të premtosh ose të marrësh më shumë se sa mund të mbash.
Rreziku i lodhjes dhe djegjes është real. Ul ritmin nuk është e lehtë për ty, sepse dëshira për të qenë i shkëlqyer është e fortë. Megjithatë, thjeshtimi dhe riorganizimi janë në favorin tënd tani. Të bësh më pak, por më mirë, do të sjellë ekuilibër dhe rezultate më të qëndrueshme. Të menaxhosh shumë gjëra njëherësh të shpërndan energjinë dhe të zbraz nga brenda. Kujdes edhe nga idealizimi i qëllimeve që, edhe nëse arrihen, nuk të mbushin emocionalisht. Ajo që kërkon vërtet tani është kuptimi dhe përmbushja e brendshme. Lumturia vjen përmes mësimit, përvojave të reja dhe interesave që të pasurojnë mendjen dhe shpirtin, jo përmes egzagerimit, fjalëve të mëdha apo kënaqësive të tepruara. Zgjidhjet e shpejta duken joshse, por nuk shërojnë problemet e vjetra. Vetëm vetdia dhe balanca e vërtet e bëjnë këtë. Shigjetari, sot dhe nesër ndjen një shtys të fortë për të provuar veten, për të ecur i vetëm dhe për të lënë gjurmë me forcat e tua. Dëshira për pavarësi dhe sukses personal është e theksuar. Megjithatë, bashkëpunimi dhe ndarja e burimeve apo talenteve me të tjerët mund të sjellin përfitime të mëdha, edhe nëse kjo bie ndesh me impulsin tënd për të bërë gjithçka vetë. Mbështetja ose përfshirja e dikujt tjetër mund të duket si pengesë për vetvlerësimin tënd, por në të vërtetë të kujton se nuk je i detyruar ta mbash gjithçka mbi supe. Kjo periudhë kërkon prova të kujdesshme, kompromis dhe shmangje të teprimeve. Gjërat që nisin shumë shpejt rrezikojnë të shuhen po aq shpejt. Edhe nëse ka llogaritje të gabuara, ti e ke aftësinë të ringrihesh shpejt. Megjithatë, çelësi është të mos marrësh më shumë përgjegjësi apo projekte shtesë, ndërsa kërkon më shumë kuptim dhe kënaqësi nga jeta. Kujdes edhe nga premtimet e të tjerëve që mund të jenë më të mëdha se realiteti, si dhe nga shkëlqimi i rrem i gjërave materiale, nëse nuk je i sigurt për atë që dëshiron. Rrezikon të idealizosh qëllime të gabuara ose njerëz që nuk i përmbushin pritshmëritë. Kur ndihesh i paqëndrueshëm, vepro ndryshe nga impulsi. Thjeshto, ul ritmin dhe bëj më pak, jo më shumë. Bricja, sot dhe nesër je në gjendje të qartë për të parë atë që dëshiron vërtet. Mund të imagjinosh mundësi të reja dhe të vendosësh synime, por mos nxitoni të veprosh me plane të paplota. Është e rëndësishme të mbash pritshmëritë realiste ndërsa ëndërron për gjëra më të mëdha. Zgjidhjet e përkohshme për shqetësimet e brendshme mund të duken tërheqëse, por ato nuk do të rregullojnë problemet që zgjasin prej kohësh. Planet dhe ndikimet planetare mund të motivojnë të kërkosh më shumë nga jeta dhe marrëdhëniet, por pa planifikim të kujdesshëm, rezultatet nuk do të jenë të kënaqshme. Ke dëshirë për ngrohtësi dhe afërsi, por liria jote është gjithashtu thelbësore. Tani është momenti të kërkosh kompromis dhe një pikë mesatare, edhe nëse nuk duket menjëherë. Kundërshtimi ndaj planeve të tua mund të jetë një mësim i vlefshëm. Ky është një moment i mbushur me entuziazëm. Detyra jote kryesore tani është të vendosësh prioritetet dhe të përqendrohesh tek ajo që është më e rëndësishme për ty. Ujori, sot dhe nesër dëshirat dhe impulsat e tua janë të forta. Mund të ndihesh i tunduar të bësh më shumë se ç'duhet për të zgjidhur pa kënaqësinë ose shqetësimin, por kjo shpesh e përkeqëson situatën. Është koha të ndalosh teprimin që në fillim, për shembull, të japësh më shumë për dikë që nuk e vlerëson mund të mos sjellë zgjidhje. Nëse të tjerët të lodhin, përqendro energjinë tek gjërat që të bëjnë ty të lumtur. Sa më i kënaqur të jesh me veten, aq më shumë do të ndriçosh pozitivisht edhe për të tjerët. Tani është momenti të lidheni me botën tënde të brendshme. Kjo do të sjellë përfitime të qarta. Kur kupton se cilat janë prioritetet e tua, je në gjendje të përqendrosh energjinë dhe vëmendjen në diçka ose dikë me rëndësi. Situata të kujton se duhet të balancosh punën dhe pushimin. Mund të ndihesh sikur dëshiron të bësh gjithçka, por kjo nuk është e mundur. Ky është sinjali për të ulur ritmin. Rregullimi i pritshmërive dhe i angazhimeve do të sjellë qetësi dhe rezultate më të mira në këtë periudhë. Peshqit, sot dhe nesër energjitë janë të larta dhe entuziazmi i brendshëm ndihet fuqishëm, veçanërisht në aspektin krijues dhe romantik.
Megjithatë, mund të jetë e vështirë të dish çfarë të bësh me këtë energji, pasi ndjenjat dhe dëshirat shpesh janë të shpërndara. Teprimi mund të shfaqet në shumë fusha. Planetet të tundojnë të kërkosh lumturinë, kuptimin dhe qëllimin jashtë vetes, në vend që të shikosh brenda. Pakënaqësia dhe shqetësimi i brendshëm mund të motivojnë për përmirësime, por pa një plan dhe vetdije, mund të ndodhin gabime ose vendime të nxituara. Një ndriçim i papritur ose një pikë kthese mund të vijë në një marrëdhënie romantike ose miqësore. Situata të kujton se jeta mund të ketë dalë jashtë ekuilibrit për shkak të teprimeve, veçanërisht në fushat sociale ose të kënaqësisë. Përfitimet po vinë në këto fusha, por nëse te i kalon kufit, rrezikon të humbasësh mundësi ose të lodhesh emocionalisht. Mbaje mend objektivin më të madh, ndërsa ndjek kënaqësitë dhe dëshirat e momentit. Balanca dhe vetdia janë çelësi për të shfrytëzuar plotësisht energjitë e kësaj periudhe.